Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion. Rikthehemi me formatin në emisionin Pa Emër për diskutuar në fakt atë se çfarë ndodhi ditën e sotme. Gjithë fokusi kryesor, gjithë graviteti i opinionit publik është në sallën e Kuvendit. Jo vetëm se çfarë ndodh aty dhe jo vetëm që tashmë fatet e politikës shqiptare vendosen atë sallë, por ditën e sotme prezent kanë qenë Olsi Çela, prokurori i përgjithshëm, dhe Altin Domani, kreu i SPAK. Tashmë problemet që lidhen me drejtsinë dhe politikën duhet se ka marrë vëmendje kryesore. Ditën e sotme ka pasur një sër debatesh që në momentet e para kur prezent në sallë ka qenë dhe zoti Domani dhe zoti Çela. Vetë zoti Domani në fakt ka qenë i shoqëruar nga një grup prokurorës të cilët ishin aty për të konsultuar dhe për diskutuar me zotin Domani, kur pjesa më e madhe e deputetëve apo politikanëve pranë Partisë Demokratike nuk binin dakord me mënyrën se si duhet vepronin. Por gjithë kjo situatë nuk mund të shmangej pa luftën politike që e karakterizon atë se çfarë ndon me hanën tonë politike. Vetë zoti Berisha ka pasur akuza drejt për drejta për SPAK-un, gjumasht të cilët flenë mbi dosje dhe nuk ka mundur pa larguar dhe fokusin mbi Belinda Ballukun. Kundër të tjera ka thënë po bëhen avokat të Belinda Ballukut, zvëns kryeministres së Shqipërisë. Në anën tjetër ka qenë një situatë e cila duket se Partia Socialiste ka dashur të mbajë anën e balancës apo anën e një amortizatori për të zvogluar përplasjet që të ndodhin në parlament. Sigurisht mjaftonte vetëm kjo gjë, vetë zoti Berisha u largua nga salla dhe është marrë si një shenjë e cila në fakt tregon që a do doj zoti Berisha të shikohet sy më sy me zotin Domani, apo është një strategji, apo vetë zoti Berisha do të rikthehet pas pak përsëri në parlament. Në anën tjetër, vetë prokurori Çela ka folur mbi çështjet penale, mbi atë se si duhet veprojnë dhe për t'u përshtatur më shumë çështjeve, duke qenë se Shqipëria po tenton të shkojë drejt Bashkimit Evropian dhe duhet ketë një përputhje mbi legjislacionin i cili e përfaqëson apo dhe mbi disa pika të cilat lidhen drejt për drejt me çështjet e Strasburgut apo ato se çfarë mendon dhe Strasburgu. Në gjithë të panoramën ne do të mundohemi këtu së bashku me kolegët Anri Bala dhe Marsit Gupi për të dekriptuar dhe për të deshifruar në disa këndvështrime atë se çfarë ndodhi ditën e sotme. Jo vetëm atë se si e priti Partia Demokratike prezencën e zotit Domani, duke qenë se një sër prej deputetësh të Partisë Demokratike janë në dyert e SPAK-ut, por gjithashtu një sër prej kolegësh Partisë Socialiste janë pas hekurave nga SPAK dhe çfarë tensioni pati në atë sallë. Kjo është e gjithë panorama dhe e gjithë situata që ne do diskutojmë. Mund ta nisi Anri, mund ta nisi Marsi. Ndoqa pak me shumë vëmendje të gjithë deklaratën që bëri zoti Olsian Çela. Më bëri përshtypje aplikimi që ai kishte sugjeruar prokurorëve në lidhje me çështjen hyrësaj kundër Shqipërisë, në cilën Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit në Strasburg ka sugjeruar që të aplikohen masa sigurimi më të buta, pra masa me karakter ndalues dhe jo me karakter kufizues, siç është heqja e lirisë dhe masa arrestit burg pa afat, për shkak një edhe të respektimit dhe të garantimit të drejtave dhe lirive themelore të individit, po gjithashtu edhe për shkak të aplikimit parimit prezumimit të pafajësisë dhe të aplikimit parimit humanizmit. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi se risjell në vëmendje që qëllimi i dënimit penal nuk është ndëshkimi, por rehabilitimi. Pra nuk është ideja që thjesht njerëz të përjashtojnë nga shoqëria dhe të mos jenë në gjendje të rivitalizohen mbas dëshkimit të tyre, por duhet të jenë një masa sa më të buta me qëllim që edhe rehabilitimi i tyre të ndodhi më shpejt dhe sjellja deviante të eliminohet. Pse? Sepse në moment që ti aplikon një masë më të rëndë ndëshkuese, ti atë e përjashton dhe e bën si thua armik të institucioneve dhe publike, sepse ai pretendon që janë kufizuar të drejtat jo në raport proporcional me shkeljen e kryer. Një diçka tjetër që të bënte përshtypje ishte edhe bashkëpunimi që Prokuroria e Shtetit Shqiptar ka zhvilluar edhe me prokuroritë e vendeve tuaja, posaçërisht me atë të vendit belg, nga i cili kishin ardhur shumë fakte dhe prova për vepra penale të trafikut drogës ose të trafikut qenieve njerëzore. Zoti Çela i shtoi një rëndësi të madhe krimeve kundër jetës dhe krimeve kundër lirive dhe drejtave themelore të individit, të cilat janë shtuar në procedim dhe tha që po shikohet edhe hetimi i një sër veprash penale të cilat janë akoma në proces të sipër. Ajo që ishte lajm i mirë në synimin tim si avokat, sepse unë flas gjithmonë mbi premisa skeptike mbi fajësinë e pandehurve, edhe për shkak të profesionit, por edhe sepse është një parim shumë i rëndësishëm që kam thënë disa herë i procedurës penale,
i cili thot, më mirë të jenë 10 të fajshëm jashtë, se sa një pa fajshëm i dënuar. Kjo sepse e vetmja gjë që nuk i kthehet një të dënuari është liria. Liria është diçka që nuk e kompenson dot masë ekonomike. Dhe ajo që ka rëndësi, unë dua të shtoj që duhet ekzistojë bashkëpunimi ndërmjet vetë institucioneve shtetërore, pra midis prokurorisë, policisë shtetit, sigurimit, të garantimit të një procesi të rregullt ligjor, gjithashtu dhe strukturave të tjera siç është shërbimi informativ apo dhe oficerët e policisë gjyqësore. Pse? Sepse duhet të kemi të bëjmë me procese sa më të drejta, sa më të rregullta brenda një afati të arsyeshëm kohor, pasi kështu rritet edhe besimi i publikut tek institucionet, por edhe është garantimi i ligjit dhe i të drejtave dhe lirive themelore të individëve. Po, raporti paktin që nisi të jepen kurron, nisi me zotin Ursian Çela, kryeprokuror i përgjithshëm, ka pati një debat edhe me zotin Berisha që tha që zoti Çela është zhveshur nga çdo lloj funksioni sipas kushtetutës, siç është votuar kushtetuesa, pavarësisht se e pam që raporti ishte pozitiv, se kryesisht drejtuesi i edicioneve japi gjithmonë raporte pozitive, ai që ishte vërtet Imagjinoj sigur t'japi vetë drejtuesi i institucionit një raport negativ për punën e vet. Jo, ai zoti Çela e bëri e dha një sinjal. Kjo tregon që ka dhe opozicion të brendshëm, edhe debat, edhe gjë shumë e mirë për një institucion. Zoti Çela e bëri, por në vetvete nuk e tha që cilat do jetë masat që të aplikohen dënime masa deri më tani tha nga prokurorët janë masa shumë të forta. Pra pjesa më e madhe e njerëzve përfundojnë në burg, tha, sepse pjesa më e madhe në gjykime. Po, i personave të pandehur. I personave të pandehur përfundojnë në burg dhe duhet ketë masa të tjera lehtësuese, kufizuese, por jo të tipit masa se arresti me burg është i fundit, se s'ka gjë tjetër çaj. Masa më e rënd shtrënguese. Po pra ajo është. Që kufizon dhe lirin. Po s'ka arresti me burg. Rrallë herë, pastaj arrest shtëpie, gjithë kanë qenë në arrest. Po. Asnjëherë ka masa kufizuese më të buta, më fal. Po di pra detyrim paraqitje, po shërbim, jo shërbim, më fal, dhe është për dënimin. Arrest shtëpie, bllokimi i pasaportës. Po pra kufizimi i lirisë të lëvizjes, që në rastin e deputetëve faktikisht nuk qëndron shumë, se prandaj lindi ai konflikti midis Berishës dhe zotit Dumani në atë kohë kur prokurorët e Spagut, pra zoti Ben Kraja, i kufizoi lëvizjen, jo vetëm detyrim paraqitje, por kufizoi lëvizjen. Ka një detyrëzimin e pasaportës. Detyrëzimin e pasaportës, ai është pra kufizimi i lëvizjes. Dhe sipas variantit të zotit Berisha, ai që bëri zoti Berisha ishte se nuk u përmbajt shumë te detyrimi paraqitje, u përmbajt edhe detyrimi për paraqitje, po masa tjetër kufizuese që u shpreh te gjykata kushtetuese ishte bllokimi i lëvizjes lirë. Jo se Berisha do shkonte në Amerikë me atë pasaportën. Problemi është se si pas kushtetutës, masa shtrënguese marrja e pasaportës ishte jo në përputhje me rrezikshmërinë ose të veprës penale. E drejtë, ka disa masa, në proporcion me rrezikshmërinë. Pra, për shembull, sot bëjmë gjithë mediat janë këta që flas që janë përballë zonjës Balluku, bëj sikur kanë bërë një kalimi i zotit Balluku në nënhetim nga SPAK, zyrtarisht është një gjë e madhe. Vepra me cilën akuzohet zonja Balluku, se ta përmendim çik për të orientuar dhe pak opinion publik. Nga të gjithë akuzat që ka në SPAK, pra mund të ketë 8 dosje për korrupsion, pastrim parash, që kanë vepra penale që shkojnë korrupsioni është rrezikshmëri më të lartë, që është 7 deri në 7 vjet, 8 vjet. Se kanë ndryshuar tani ose duan të ndryshojnë me kodin e ri penal to Erman. Kemi pastrimin e produktit veprës penale që është pastrimi parash, si e quajmë ne në żargon, është 15 vite. Dhe vepra që ka zonja në fjalë, pra favorizim tender është i vepra që maksimumi i penalitetit, pra i kundravajtjes është 3 vjet heqje lirie. Me sa di unë të paktën, po mund ta gjejmë edhe nenin përkatës. 3 vjet heqje lirie, që në thelb nuk hyn te veprat e rrezikshmërisë lartë. Pra po marr zonjën Balluku për të dhënë një shembull se si do funksionojë drejtësia në përgjithësi, edhe për rastin e zonjës Balluku ose si funksionojnë mekanizmat në drejtësi. Zonja Balluku është deputete, se nuk i hyn punë njeriu se është ministre e zëvendësisë, po është deputete. Ka një imunitet parlamentar që për të sqaruar edhe njerëzve që SPAK se po ndiqta ca ditë kohëve të fundit, ditë e fundit po ndiqta sa ekspert të kronikës, po ndonjëherë ja fusin, jo ndonjëherë, po në pjesën më të madhe të
të logjikës ja fusin kot se veprat masa shtrënguese japen për shkak e para është rrezikshmëria. Pra, nuk mund të jesh ti për shembull masa të tipit arrest shtëpie për shembull ose masa detyrim paraqite nuk mund të jepet për vepra që i kalojnë mbi 5 vjet e qelirie. Pra, korrupsioni është vepër e rëndë në logjikën e sidomos korrupsioni aktiv. Po pra, aktivi. Kurse produi pasimi veprës penale që është mbi 15 vjet është dhe më e rëndë. Shpërdorimi i detyrës është më i lehtë. Shpërdorimi i detyrës është më i lehtë dhe favorizimi i tenderave që shkon 3 vjet nuk e rrezikon, si thuash, zonjën Balluku që të shkoj se po bërin këtë, apo e fal filani, apo s'po e fal, apo e favorizon, se këto janë pastaj terma pastaj idiote. Do të sqarojmë njerëzit që favorizimi në tendera është i vepër 3 vjet. Problemi i zonjës Balluku ka vetëm një problem, që i rëndon për shkak të pozitës që ka zonja Balluku, që është dhe ministre, po edhe zëvendës kryeministre, ka mundësi, pra ekziston në prishja e provave. Rëndesa e veprës penale, pra sa vite është vepra penale, që merr në bazë saj merr kriteret, përsëritja e veprës penale, pra rrezikshmëria. Për ta bërë përsëri në kohë. Ose largimi e drejtshë shejtan të tjerë. Ose kufizimi i hetimit për shkak të ndikimit tek dëshmitarët, tek provat, ndryra që mund të kesh. Edhe kjo është element i rrezikshmërisë. Ndikimi. Tani, ideja është zonja Balluku përveç postit që ka si zëvendës kryeministre dhe ministre, pozita tjetër ligjore që mund të largohet. Nuk ka ndonjë kështu se jashtë është dhe nëse vjen, se mora vesh erdhi, po ikëm prapë. Jo, jashtë. Po pra, po nëse vjen nga jashtë edhe i referojnë hetimin që është shpallur zyrtarisht në hetim, i ngelet vetëm fakti pozitat politike, që është zëvendës ministre, kryeministre, më fal dhe njëherë dhe ministre, se ka shumë poste zonja dhe me mand deputet, edhe nëse zonja do hiqte dorë nga mandati i deputetit, po prap masa duke mos pasur fuqi, po masa po prap mund të ishte detyrim paraqitje. Kurse ajo që ka bërë SPAK deri tani, ose ajo që ka bërë për shembull prokuroria e zakonshme është që nuk ka zbatuar, se prandaj do të dile këtu, prandaj është rekomandimi i Gjykatës Strasburgut për drejtat e njerëzit për rastin Hysaj kundër Shqipërisë, ka një rekomandim që masa shtrënguese që merr nga prokuroria, qoftë e posaçme, qoftë e zakonshme, janë masa të ashpra. Janë masa represive që nuk kanë qëllim fare rehabilitimin, por kanë qëllim fare tani një njeri që arrestohet, ndoshta rasti zotit Lefter Koka. Ka 4 vjet në burg dhe për një hetim që ka kaluar mbi 3 vite, që ka afata edhe hetimi, ka i kërkoj pushimin e çështjes sepse ashtu e parashikon ligji, këta nuk ja pranojnë. Pra zotëria ka 4 vjet në burg për një krim që këta presupozojnë se ky e ka kryer, por këta nuk ja faktojnë dot. Dhe ti do të rish në burg. Jo, hetimi do të kishte mbaruar, do ta kishin çuar çështjen për gjykim, ose do të thonë që pushojmë hetimin për shkak se prokurori nuk ka më prova, sepse bara në rastin e gjyqit penal, bara e provës i takon prokurorit. Pra nuk është i akuzuari i cili do të provojë se është i pafajshëm. E kjo është kleshka, nuk kemi gjyq për shembull administrativ që ti bën një shpifje për shembull dhe të denoncon Ermali, unë shpif ndaj Ermalit, Ermali ka syzet e kuqe, ti më çon mua në gjyq dhe unë do ta provoj unë që kam thënë që i ka syzet e kuqe sepse ti ke syzet e kuqe. Për shkak se kur dalin te dielli, ato kthehen nga të zeza të errta, më the tash kurse në rastin e prokurorisë posaçme dhe çdo prokurori tjetër, barra e provës i takon prokurorit. Pra nuk duhet shkoj, kurse këtu te ne ka dalë një sistem komplet tjetër. Tu duke si prokurori e njësir, prokurori si posaçëm, se kryesisht e kjo prokurorit e tjera nuk kemi parë ndonjë, si thuash, kanë qenë raste shumë të ralla ku kemi parë një shtytje mediatike për dënuar dikës. S'ka pasur. Vetëm rastin e prokurorisë posaçme, sepse hyrin politika në mes. Kemi parë që prokurorët dënojnë që pat çum gjyqe burr. Sepse të gjithë materialet, atë që nuk e pam nga zonja Balluku, te zonja Balluku, gjithë materialet, pse s'dolën në dosja e zonjës Balluku? Këto dy se kemi parë mas fillin, si doli për Erion Velie. Pse nuk u pan këto gazetarët e SPAK-ut që të bërtasin? Kap një hajduti. Po mediat. Mediat.
Këta Pse është në media? intelektualet që merren me interesin publik dhe me çështjet e raportit të keqpërdorimit ose kequshtrimit funksionit të detyrës. Edhe absurdi më i madh, dikush është që kemi një parlament që mblidhet aty 140 vet, kanë prokurorën e përgjithshëm, kanë përpos funksionet që ka, pse rëndësinë e ka ai zotëria, sepse ka vepra tjera që heton, prokurorin e posaçëm, krye prokurorin e posaçëm, prokurorë të tjerë, dhe shohim eksponent Partisë Socialiste që rrafin gjoksin përpara Partisë Demokratike. Një fjalë, ky është teatri më absurd që mund shohësh ndonjë, jo në vend botës, por nuk e di, a gjen dot një model të tillë? Unë besoj se nuk gjen model në asnjë vend botës që të shohësh eksponent Partisë Socialiste që nxjerrin gjoksin përpara në foltore, rrafin gjoksin dhe u thon njerëzve, u thon deputet të opozitës që ju nuk e ndërprini dot punën e drejtësisë. Dhe ti ngelesh edhe thua, a kanë seriozisht këto? Nga ana tjetër, këta rrafin gjoksin se ku janë, këta janë baballarë që kanë sjell drejtësinë, në fakt ta thjesht janë subjekt dhe puna e drejtësisë. Pra në vend që në parlament shohim një opozitë që merr rolin e ata që po bëjnë tashmë pjesëtar të kuvendit ose deputetët socialistë, e bën Partia Socialiste, a thua se këta që po arrestohen janë demokratët, më saktë ose deputet opozitar ose ish funksionar të lartë të më parshëm. Këtu shohim deputet socialistë tani konvent thonë, se mos guxoni t'i thusni durët te drejtësia, ti je shef thore. Çfarë thot kjo thon? Drejtësia është i botë lef, kam marrë me shpulla mas qafë të gjithë. Dënge, një i thot se mos e prekni drejtësinë ju. Tu s'po prek njëri drejtësinë. Dhe kjo është absurdi që unë besoj se i nevojitën i konvenion, i shërben të dyja palëve. Njëra që do ta godasi drejtësinë për shkak të halleve të saj që ka me drejtësinë, dhe tjetra që e ka bë drejtësia, ka bë telef dhe thonë që neve mos na e prekni dumanin apo dumanët se neve ju bëjmë gjëmën. Kur në fakt të arrestuarit dhe të korruptuarit janë këta. Në rastin se me ballukut e mbyllë, ka dhe diçka të madh. Se takimi sot i prokurorit Çela, po edhe kryeprokurorit Dumani, kryeprokurorit Çela dhe kryeprokurorit Dumani, ka të bëjë me raportin. Më fal, te Belinda Balluku në dosje, pat një dosje për korrupsion? S'kishte. Pa favorizim tendra. Pra, unë besoj se vullneti i prokurorisë posaçme kryesisht është për ndoshta për të penguar ose ngatëlsuar reformën drejtësi. Pse? Sepse prokuroria posaçme nuk u ngrit për favorizimin tendra, nuk është agjencia prokurimit publike. Sakt. Nuk u ngrit as për kontrollin e procedurave të prokurimit ose të koncesionit. Nuk u ngrit as si KLSH se e bë kontrollet e artishtetit dhe ku janë shkelet e ose ku ka dëm ekonomik. Po, ku ka dëm ekonomik. Agjencia, kjo struktura posaçme antikorrupsion u ngrit për dënuar zyrtarët e korruptuar. Dhe në këtë vend, me sa duket, për shkak të këtyre viteve të mëdha të tranzicionit, ka pas me lopata. Ose dëmi që këta i kanë shkaktuar buxheti i shtetit dhe taksa paguesve shqiptar, pra neve që na kanë marrë paratë, se ne themi me fjalë të mëdha sikur çfarë është disa qindra miliona euro. Pra vetëm për bankësin flitet për 6 miliardë euro fitime. Pavarësisht se banka si del me 7 miliardë euro humbje. Se kanë fryrë me faktura fiktive të gjitha kostot, me kompani fiktive, me njerëz fiktive, prestanomet të pushtetarëve apo biznesmenëve klientelistë qeverisë. Tani, si ka mundësi që i strukturë e posaçme në ndosje për korrupsion ose për pastrim produkti veprës penale shkon dhe tani kjo teoria që edhe Al Capone e kapën për alkoolin, po se kapën për vrasjet, kjo e kapën për evazion fiskal. Jam dakord. Po këto janë gjithë Al Capone. Unë mund të shpëtoj njërin në i birë kurve që është i zgjuar, se është ky krimi intelektual si thot Dumani. Po tani që kanë gjithë birë kurve, ose ti je budalla, dhe ose gjejmë më zgjuar se ligji. Ose gjejmë dikë më tjetër që ti kapi këta bira kurvesh. Se nuk më bën logjik që janë gjithë Al Capone. Tani mund të jetë Belinda Al Capone.
Mund t'jetë Erioni, mund t'jetë Rama, mund t'jetë Beqa, mund t'jenë gjitha, Berisha, Meta, s'mund t'jenë gjithë më, por nuk mund, Nuk është kanë qenë njeri. gjithë peco dhe nërvanta. Po nuk janë mërë gjithë. Biles madje me që kemi parë, kemi denoncuar, ne këta janë copa ignorantësh, që nuk e kanë besuar se do i vinte kjo ditë, dhe kur kanë vjedhur, as që i mbajnë mend as që kanë vjedhur. Po. Dhe ato që po i Madje thotë pa ne e Spaku, quajnë veten pa fajshëm se e kam fshirë nga memoria. por se din fare me që kanë ndodhur. Shkelin që kanë bërë të ligjit. Tani ti s'mund thuash që këtu janë gjithë Al Capone. Unë jam dakord me Al Capone të nuan për atë, po të gjithë Al Capone ka Shqipëria? Sakt. Në Tani, me ty e kam. se di çfarë ndodh. Shpesh herë puna e Spakut është anatemuar. Shpesh herë ka pasur akuza nga opozita, për shembull që thoshin Spaku nuk shkon dot te Veliaj, Spaku nuk shkon dot te Balluku, Spaku nuk shkon dot këtu, nuk shkon dot atje. Kemi parë që me kalimin e kohës, se ne nuk mund, domthonë unë jam jurist dhe nuk i di si funksionojnë etapat dhe shpesh herë çështje teknike zgjedh i shmang sepse duke mos patur informacion nuk e marr përsipër të diskutojmë mbi gjëra që nuk janë të fushës time. Në këtë kontekst, ajo se çfarë kam parë unë deri më sot nga puna e Altin Dumanit, është që punë e mirë. Pse them, të arrijë dhe të godasi edhe zvëns kryeministren e vendit, nuk është pak. Ju vetë Nëse e ka bërë se s'dim akoma. Mirë, në për marrim mbi premisat e asaj. Pavarësisht se na kanë thënë që javën e kaluar, po flasim. Po mbi premisat e asaj. Dhe ju sa po thatë që asnjë media nuk arriti dot apo gazetar ta përmendin. Jo, nuk thash atë. Unë thash që te Erion Velia e përmendën paras. Jo, të mediat e tjera që ta bënin publike. As mediat e tjera as një lloj, me fjalë shumë pak po. media e bën që e dinin të gjithë. Po. Po thuajse që ka që javën e parë që javën e kaluar që qarkullon Tani, informacion. kjo gjë pse ndodh? Ose janë të kapur ose janë të friksuar. Pse? Kur ti nuk nxjerr një material ose nuk nxjerr një Pa është s'ke çaj bën asaj, është ka jo, pas. them një media, them. Kur them një media nuk e bën publike, shmang si diskutim. Kur një gazetar që janë në dyert e Spaku dhe që kanë material dhe informacione nuk e bëjnë publike, ka një arsye, nëse flasin për standarde, nëse ata te Velia i bën publik gjitha, mund t'i bënin dhe të kjo. Po jo në formë denoncime, do po them thjesht të bënin publike që ekziston Publike, kjo po them gjë. denoncim, nuk po them Formali fare. po thotë që të aplikohet pra njëjti parim i Pra njëjti transparencës. parim, kur nuk ndodh i njëjti parim, aty fshihen të tjera interesa. Dhe fakti, po, gjithmonë marrësit që kur dikush nuk guxon ta përmendin e emër, ose ka frikë ose është i kapur me terma ekonomik. Këto dy fenomene ndodhen, sepse këtu ndodhen shumë. Ato shkaqe thuja se s'kan. Ato shkaqe janë. Domethënë ti në momentin që nuk guxon do ta përmendesh, o je i kapur, o je i blerë, ose ku ta di unë ke pasi të çmim tënd dhe kaq. Në këtë kontekst, puna e Spakut në optikën time është për të përshëndetur. Ne mund të kërkojmë çdo gjë nga Spaku, por unë gjithmonë punën e Spakut e bazoj me realitetin ku jetojmë. Se dhe në optikën time do doja unë sa më shpejt Spaku, kushdo që ka abuzuar me taksat, si i majtë, si i djatë, të shkonte pas ekurave dhe të hapi rruga për të rinë. Po dhe Spaku nuk funksionon dot me këtë logjik që duam ne. Sepse ka edhe disa balancat cilat në kontekstet e një shteti duhen ruajtur. Dhe çdo gjë ka kohën e vet. Sot, në qoftë se ne do flisim para një viti, mua po të them 95% e shoqërisë pa egzageruar nuk do mendonte kur që Spaku ose një vit e gjysmë Spaku do shkonte qoftë për goditur Veliajn, qoftë për goditur zonjën Balluku. Them si hierarki. Vetë kryefjala e zotit Berisha ishte që Spaku ne kontrollojnë këta individ. Sot i ka rënë kjo narrativ. Kohë që i ka rënë, po gjithsesi Po dakord, them në kontekstin, unë them, domethënë kur diskutojmë mbi premisat atyre që diskuton politika dhe zhvillimeve sot. A Spaku perfekt? Se ka menduar kur që është perfekt. A ka Spaku defekte? Se ka menduar kur që Spaku të mos ketë defekte? Në këtë kontekst, po në këtë kontekst të ngjarjeve zhvillimeve, ne duhet kuptojmë që tashmë edhe vetë situata politike ti e prek e pak. Aty ka një absurditet, sepse është një parti që mbrojt nga Spaku, që ka liderin e saj një person non grata dhe që po jetohet,
dhe ke një kryeministër që gjithë bashkëpunëtorët i kanë rënë nga SPAK-u dhe radha si bumerang, në qoftë se vazhdojët një ngjarje, në tret do bien dy, do bjerë dhe anëri. Ose do bjerë anëri me Marsetin, do bjerë dhe Ermali, se vjen unison si zinxhir. Në këtë kontekst, ky është absurditeti sot, që pavarësisht se narrativa që përdor zoti Rama që thotë unë e kam bërë SPAK-un, SPAK-u pa mua nuk do t'jetë, apo dhe vetë zoti Berisha që thotë ju u bët avokatët e Ballukut, tha sot, i tha SPAK-ut. Në anën tjetër, pasaj tha, nuk kam asgjë personale me zotin Dumani, por thjesht, në momentin kur e pyetën ata që pse po largohej, se nuk kam asgjë personale, që ai Dumani ne ka shënjestruar vetëm personalisht, e kupton? Në këtë kontekst, në këtë absurditet, i gjithë problemi qëndron që çfarë do të vi ditën në vazhdim. Pra, a do të ketë SPAK-u sepse mendohet, në ditën në vazhdim që do të ketë goditje një nga opozita, edhe dy nga mazhoranca. Por do të flitet në nivelet të larta, se tani nga mazhoranca nuk e di se kush do e ketë radhën, në kontekstin që... Ska më nivelet larta. Nivelet larta, ata mund të jenë strukturë e gjitha dhe unë nuk e kuptoj dot se nivele, prandaj thash dhe vete kam se niveli më i lartë tani bie tjetër Rama. Nga opozita pritet goditet një nivel shumë i lartë. Jo ai i lartë i fare, po një nivel shumë i lartë. Dhe këtu do duhet presim se çfarë do ndodhi tani këto ditë me goditjet që do të bëj SPAK dhe çfarë pasojësh do të ketë mbi situatën politike, sepse në kontekstin që zoti Dumani mund të sulmuar dhe sulmuar dhe ka qenë një nga njerëzit në optikën time më i sulmuar në këto 35 vite, për shkak të postit që ka pasur, do duhet shohim që jo vetëm çfarë do të sjelli aksionet e fundit SPAK, por duhet shikojmë edhe si ai do të vazhdoj këto dosje, sepse ju e thatë janë 8 apo 9 akuzat, paktën që flitet. Në këto 9 akuzat ne do duhet kuptojmë që çfarë do të sjellin. Se do besoj që edhe këtu do doja dilja pak se nga që e zgjatë diskutimin e tani u kujtova. Çfarë ju e pat nga një telefon i drejtorit Ervis Berberit, këta kanë nxjerrë një panoramë. S'ki nevojë me këta dhe në Dakor, se tani... Këta me pas telefona, po mirë, po është panorama, jo, ata do vazhdojnë me anë të ligjit. Imagjinoje një dosje të thelluar që do ndodhi në SPAK-u për zëvendës kryeministrit dhe ministrin e transporteve, çfarë rrjete mund të jetë? Aty mund të ketë oligark, mund të ketë funksionar shumë të lartë, Parti Socialiste që në terren mund të jenë... A të them diçka kush është pisliku i SPAK-ut që ta kuptosh edhe në raport, edhe ma konfirmon dhe Marsidi në raport teknik. Për shembull, për rastin e zotit Berberi ose rastin e Benet Beci, që edhe ne kemi bërë si humor, e kupton që ata thonin se edhe ne kemi rënë te gras ka SPAK-ut. Në thonjë zë. A kupton? Është kur bëjnë mesazhe, bëjnë të ditura mesazhe. Në rastin e atij të Erioni Sajt, për shembull, që fliste me vartë, që ndonë, okay. Në logjik o Ermal, përgjigjet telefonike, po dhe mesazhet nuk janë prova, janë indicie. Por në Shqipëri, dhe të më dali më i bukri në televizor e kudo, avokata po gjyqtar apo prokuror, në Shqipëri janë përdor gjithmonë për prova. E kjo është gjë më e gabuar që mund të ndodhur. Këtë nuk e di, nuk e di si funksionon ligji në Europë them me këto, këtë nuk po këtë. Edhe Europa ashtu nuk quhet prova, quhet indicie. Indicie. Po, edhe ato, edhe për shembull dhe Sky Encro pra ne shkoj atje në Po, indicie me drejt kjo. Ai më pas shikon dokumenta, nëse ai ka thënë 100 te Marsidi, 200 te këta budallën. Po unë të marr telefon më dha. Unë të marr telefon, të marr, do të jap 200 milion lekë, sot do më bëj humor me ty. Unë s'kam as 200 milion, ti as më merr, as më çon me asgjë kundi. Ti më ke premtuar që do mblesh dhe shtëpi mua, se kështu ke thënë para, kam aty të regjistruar. Unë maksimumi mobilimi. Po e kam të regjistruar se kështu ka thënë një emision, unë dua të blej shtëpi. Faleminderit i thash, shumë një herë. Se që se kanë fundë procedim, po do lejosh vetëm diçka. Vetëm sa ta mbylla fjalia fundit. Pra, tutje në Shqipëri, përgjigjet e prova. Prokuroria, në fakt, kjo është pisliku që bëjnë. Për të bërë pjesë imazhin e dikujt, e hedhin në me xheliste punën. Prandaj thash gazetarëve të SPAK-ut.
njëjtën gjë që bën me Erionin. Po këtë thash, ky është gabimi, thash. Po, Këtu jam. Në këtë kontekst thash është gabimi që pse kur me Erionin i nxorën këta me Velinën nuk i. Në kontekst më por Erioni Sajn, që ishte tani e fundit. Jo për Erion Velin. Në kontekst të gjithëve, pra parimi. Me Viz Berberi, me Benet Becin që thoshte jo po atyre pedagogëve kështu në ignorantëve kështu. Ai është në kontekstin që bisedë ti duhet shkosh në shënditje për shkuar te prova. Nëse ti zbulon paran, po prit më fal, edhe mbarova, këtu nuk s'ka zbuluar njëri paran. O vlla, si ja mora unë këto, si ja çova ti. Është problemi më i madh që do duhet spaku parat edhe të konvencionalisht para se të nisësh ti bëjmë një thirrje teleshikuesve që na ndjekin nga diaspora, por dhe nga Shqipëria ta shpërndajnë sa më shumë emisionin pa emër, të bëjnë subscribe, ta regjistrojnë në kanalet e tyre dhe ta dërgojnë kudo që flitet shqip dhe mund të jepni një komentin tuaj mbi ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit. Një nga filozofët e mbretërisë Savojës ose i Francës, Joseph de Maistre, i cili mbahet edhe një nga filozofët më ndenj të frymëzim nga Franca, i cili mbahet një nga filozofët më ndenj konservator, i viteve 1755-1821, i cili ka bërë dhe refleksione për revolucionin francez, ka një shprehje që është epike. Ai thot arsyeja shërben për të lidhur mjetet me qëllimin. Po. Dhe kur flisni në kuptimin e institucioneve, sepse gjithmonë revolucioni francez erdhi me idenë që tashmë do mos zgjedhin njerëz racional, të cilët nuk e kanë këtë autoritetin që jepte feja, që legitimonte, për arsye divine, po janë njerëz të cilët e kuptojnë arsyeën dhe kufizimin dhe institucionin drejt të tillë, pra i zbatueshëm për ligjin dhe i kufizuar. Ndërkohë që ai thotë që natyra njerëzore në thelb është e keqe, po ta lesh që, si më thënë, të arrijë nivelin e lartë nominal të vetes. Po, sepse do të krijojë sa më shumë fitime, sa më shumë pushtet, zgjat sa më shumë duar dhe tendenca kryesore arsyes është që mjetet që kanë dispozicion, dhe ai ka fjalën konkretisht për kompetencat institucionale, kur ti je ministër, gjyqtar, funksionar publik e tjerë, është që ti të rrisësh fuqimin dhe ndikimin tënd. Tani, këtu flitet për zonjën Balluku dhe ka një dyshim, po flasin gjithmonë sepse është dyshim, sepse nuk është e faktuar nga Spaku, që i ka ardhur një fletëthirrje për të marrë si person e tim për shkeljen e barazisë në tendra, konkretisht për kompaninë monitoruese që do monitoronte ndërtimet dhe do bënte një lloj auditi. Tani, pse e thash shprehjen që arsyeja ndihmon me lidh mjetet me synimin? Qofse ti, dhe tendri ishte me vlerë rreth 2 miliard lek ose 2 milion euro. Ndryn për shkelur barazinë në tendra, për zgjedhur kompaninë e cila do bëj auditin, pikërisht sepse do që kompania që do përzgjedhet jetë e saja, ti bie që nuk do të realisht të krijosh ndikim real që procedura të bëhet sa më mirë. Sepse nuk besoj që zona do justifikohet që thotë po e kam shkelur barazinë në tendra, po e shkela se te kjo kompani kisha besim, edhe që ta shikonte sa më mirë monitorimin e punimeve, zgjodha këtë. Ka disa procedura të ndryshme tenderimi, siç është procedura me negocim dhe e mbyllur, që ti zgjedh vetë operatorët ekonomik, zgjedh 2-3 dhe e bën të përshpejtuar dhe jep edhe arsyet pse ke zgjedhur këtë procedurë. Pse bën ti procedurë të hapur që të fitojë oferta më e mirë dhe ai që plotëson sa më shumë standardet dhe kriteret, ndërkohë kur ti e favorizon një kompani të caktuar. Pra kjo është, si thua, paradoksi i parë ose inkoherenca e parë. Inkoherenca e dytë, nuk kemi akoma një deklarim publik nga zoja në fjalë që ta përgjigjëstrojë, që thotë jo, unë s'kam asnjë fletëthirrje. Ose të kemi një prononcim publik nga kryeministri ose nga një përfaqësues i Partisë Socialiste. Çfarë bëri? Tha, puna jo, ne kemi punën tonë, Spaku ka punën e vet. Është një fjali e hedhur kështu si tym në qiell. Jo, më kishte fjalën që ne të bëjmë detyrën, po, ne mbaj përgjegjësi për veprimet. Ne kemi punën tonë. Pavarësisht se ne jemi puna Spakut, Spaku e kuptoj, pra, po këto janë sentenca aforistike pa një kuptim racional. Po është budallëk apo? Sepse është njësoj si thosh, je i smush kote doktorit, thosh unë do vazhdoj të bëj ditën time, kur të shkoj ke doktori ka për detyrimin që të shikoj mua. Domethënë, njeriu merr përsipër një angazhim publik për të shprehur në lidhje me diçka. Tani që kemi dëgjuar shprehjen e famshme kush ha dardha mas shpinës time, kemi kuptuar dhe algoritmin e fshehur brenda kësaj shprehje, se dardha e ka bishtin mbrapa, kështu që gjithë ata që hajnë dardha do ta shohin bishtin asaj dardhe. Ose që drejtësia le të bëj punën e vet, kushdo që ka shkelur në vepër penale të shkojë para ligjit. Sepse siç flitet nga thashëtheme dhe ky tash nuk është më fakt ose provë, thuhet që ka pasur një konfrontim midis zonjës dhe zotërisë në fjalë, e cila ka thënë që nëse unë shkoj aty do të marr me vete. Mos është frika e këtij kërcënimi, ajo që e bën të ndalojë shprehjet. Iku kjo. Pjesë tjetër, gjithmonë mediat kanë bërë jo reportazhin e ngjarjeve, por kanë bërë dhe prokurorin publik. Dhe që të kemi të njëjtin parim ose të njëjtin standard të aplikuar,
Ne vejmë re që standardi që ka qenë për Sali Berishën, për Ilir Metën, për Erion Veliaj, që ka qenë gjithmonë hajdutët, kriminalët shkojnë burg, këta e kanë çuar Shqipërinë në këtë gjendje, këta kanë dëmtuar partitë përkatëse, këta kanë dëmtuar demokracinë, këta i kanë vënë zjarrin shtetit. Në rastin për zonjën në fjalë, edhe kur i ftuar në një emision në media thotë, jo, një sekond, nuk ka një deklarat publike nga Spaku. Ndërkohë për shembull për zotin Veliaj kishte një vit që thonë është bërë gati mandat arresti, është bërë gati mandat arresti, jo do shkoj, jo e ka marrë këtë çështje, jo ka 6 procedime penale të hapura për incendiatorin, për këtë, për atë. Jo se më intereson fati Veliaj, por unë jam për aplikimin e një standard. Nëse këtu vendos të bësh prokurorin publik, bëhen të gjitha ose nëse vendos të marrësh një distancë higjienike nga hedhja e baltës dhe nga hedhja e akuzave, sepse merren për shembull me pasuritë e Lirmetës, si ka mundësi, ka pasur vil me banjë për macën e kështu. Po nuk merren se si zoja në fjalë ka bërë gjithë të ndryshim kolosal me pamjen e vet, se me jurikimin janë marrë. Pse s'merren dhe me zojën Ballungu? Se mjaftoi një batutë sa në parlament ku deputeti i opozitës, zoti Klevis Balliu i përmendi. Kam lind bukur. Po, dhe si është bërë bukur. Kam lind e bukur tha, jam rreth se bukur. Po, tani ka diçka që nuk shkon. E para heshtja është në favor të akuzës ose të dyshimit të ngritur, dhe e dyta stepja tregon kapje, se nuk është vetëm stepja e gazetarëve, më është edhe stepja e antarëve të njëjtës forcë politike, është stepja që kanë edhe deputetët e opozitës, shumë pak janë shprehur. Që ta marrin tash këtë më shumë me Altin Dumanin, që e quajnë Altin Troplini ose i kapur nga krimi ose njëri që fle, po nuk merren me rastin në fjalë, me çështjen e zonjës. Pse? Sepse me qenë se jemi në ditën ku do jepet llogari në parlament nga drejtuesit dhe institucionet akuzës, pse se kërkohet edhe një përgjigje për çështjen e fjalë, për rastin e fjalë. Se thon dot sepse nuk më të thon dot përpara, Atëherë për të arritur konkluzion, ndërhyrja e pushtetit, po ta marrim, nuk mund t'i thot ai duke se ku presion ndaj sistemit drejtësisë se çapo i bën, i fjalë. Po të ndërhyjnë opozita, do duket sikur pse s'po bën detyrën ti dhe quhet presion ndaj pushtetit tjetër. Atëherë në kanë formulën gati. Po ta bëj këta të tjerë, quhet presion që këta mos ta bëjnë, kështu që është ndërhyrje. Jam dakord me po, formula është gati, atëherë si shërben arsyeja këtyre funksionarëve për të lidhur qëllimet dhe mjetet dhe si përdoren këto mjete. Është një formulë shumë e thjeshtë, më burr, logjike. Për të kuptuar nëse dikush ke ligjin apo jo, shiko mjetet që kanë disponim dhe këto mjete si përdoren ushtrimin e detyrës për qëllimet. I ka për qëllimin e interesit publik apo i ka për përfitime personale, shumë kut i thjesht matës për këdo. Qofse dikush udhëheq forcë politike. Mënyra si udhëheq dhe mënyra si përdor mjetet, në shërbim kujt janë? Janë në shërbim të rritjes së influencës dhe të fuqisë vet politike, apo janë në shërbim të mbrojtjes dhe të garantimit të interesave qytetarëve. Raportet logjike midis veprimeve janë shumë thjeshta, nuk është se ka nevojë për në një fall ose ku dëgjon për në një aftësi mitologjike të madhe, ose të flasë ai lart në veshë të thotë shikoj se e ka thënë dhe me këtë e përfundoi analizën time. Se do të lëvizë. Çfarë jeni për të lëvizur? Jo, është në punë ky. Jezusi ka thënë një shprehje, e cila është dhe shprehje pike që është vënë në hyrjen e Universitetit të Harvardit. Ai ka thënë the truth will get you free. E vërteta do të bëjë më të lirë. Bravo, do të shliroj. Në qoftë se njerëzit nuk janë të varur nga e vërteta, se kjo është pozita e intelektualit, po janë të varur nga interesa të caktuara, sepse kanë qef një politikan caktuar që të fuqizohet, kanë qef që i forcë politike të fuqizohet, që të marrin pushtet, kanë interes një eksponent të caktuar të krijojë sa më shumë pushtet, kjo e bën të kapur dhe mendimin dhe pasurimin e të vërtetës, sepse diku vendoset të fikësh dritat e ta lesh në errësirë, e diku tjetër vendoset të vesh projektorët e nxjerrë sa më shumë fakte. Ne e dimë marrësit që në kohët e sotme liria është paguhet shumë shtrenjtë. Po prandaj ata që janë të lirë shehin më shumë jetën, sepse janë të pakët, cilësia e jetës ka kontekst lart, cilësia flas etike dhe morale, etike morale është gjithmonë se për cilësitë që ne vetë që të kemi ca para të jetojmë mirë. Te rasti Velia, për shembull, pam një lloj ndryshe, do më lësh të bëj një parashtrim edhe shtrohe fare. Thjesht ajo që më bëri përshtypje ajo çfarë më bëri përshtypje ditën e sotme, fakti ishte edhe pse është e kuptueshme në mënyrën se si është e kuptueshme në mënyrën se si zoti Berisha vepron, por ajo që më bëri përshtypje më shumë ditën e sotme lidhe faktin që zoti Berisha arriti ta mirte në mbrojtje zonjën Balluku, arriti të bënte avokatin e saj deri një pikë dhe thoshte më pas i jepte indicet që duhet shkoni edhe tek Piro Vëngu, thoshte, për çështjet. E kuptueshme, marrësit kalofsh mirë,
Ciao. E kuptueshme është në sensin si vepron Berisha politikisht, që i duhet se s'bën në hallin e tij të bëj sa më shumë bashkëpunëtor. Pra, në qoftë se ne flasim për numrin 2 të qeverisë, qoftë se ne flasim për një prej njerëzve më me pushtet politik, dhe unë nuk di, dhe kam thënë shpeshherë që në Partinë Socialiste të ketë pasur njeri me pushtet politik kaq sa kjo, të tjerët mbase dhe kanë fituar në rrugën e vet. Kjo ka qenë më praktike, por më vokacion, kur ka qenë pëse në opozit, kjo nuk ka spikatur. Ta bëj një shpjegim se e di që folëm bashkë. Po. Ta bëj një shpjegim për këtë pushtetin që i ka dhënë? Po. Tani, unë besoj se një person si Belinda ka mekanizmat e saj ose mjetet e saj për të bërë qoftë fushat apo për të pasur ato që mori të paktën. Në logjikën time do të përkthej se çka ka qenë dhënia e pushtetit nga Rama, pra 13 deputet, 4 ministra? 13 deputeti ka dhënë? Po, 13 deputet. E 4 ministra? Se gjithë qarkun e Lushnjës... Jo të gjithë. Ati po tani thua Piro, Ervini... Okej, Piro ti më thua që është i zonës Balluku. Okej. Ministri kam tjetër financave. Ministri i ky o zoti haro. Ministri i brendshëm. Ministri kur dolën. Po. Këto dolën të parë që ishin teknikët, i mbamën teknikët e parë. parë. Po, e di shumë mirë. Është dhe një tjetër. Kjo Albana Koçiu. Se dhe Albana nuk është e Ramës? Që Ramës? Mendoja se mund të ishte e Ramës. Po e Ramës janë gjithë ta. Jo, në kontekstin që e ka vendosur Rama vetë. Kush është grupi? Jo, ma kupto pse kur të themi Ramës ka menduar se zonja Koçiu është njësoj një dikë dhe ka menduar në këtë koncept. Grupi, tani po ti numërosh gjithë këto të blend, çka ka ky? Po Adea Pirdeni e kujt është? Ishtë drejtori tatime. Ishtë Ceno Klosi. Ceno, kujt është? Po. Deputet. Ceno po. E dim. Gjithë këta, se këto i vuri. Pirën e vuri kjo, atë të financave e vuri kjo. Ministri e Brendshëm vin Hota që është e vuri kjo. Pavarësisht se aty drejtori i përgjithshëm i policisë. Ministri është. Po se a dha Rama tani gjithë. Po, delegimin ja bëri Rama. Po ashtu ishte, tani thjesht e zyrtarizoi. E shumë të tjerë. Problemi është nuk është ky problem. Tani si do t'i kontrollonte Rama pasi ta hante kjo? Duke pas shpërndar, jo, duke bërë deputet, duke pas aty. Si ja bëri Erioni me Këshillin Bashkiak? A i vuri Erioni këshilltar? Po. Për pas një sugjerimin nga ndonjë. Po, ata gjithë Erionit ishin. Kështu predispozojt pak. Kush i urdhroi atë? Rama e tha. Votuan kundër Erionit ata? Votuan. Gjithë ndërrjesh një. Gjithsesi të shohë pragmatizmin, karrierën politike nga ata, prandaj janë aty. Sidomos ta Belës një. Kështu që në gjykimin tani unë pa një lloj deduksioni se jo, po ke drejtë. Mos jetë fare kjo, a kupton? Ke drejtë se në politikë shpeshherë aty nga brenda kontrollon më mirë Rama. Më kupton? Është e kuptueshme. Po mos i kishte. Nuk besoj se do bëjnë lufta për Belindën nëse po nuk kanë mundësi besoj do të bëjnë luftë. Po dhe të kinë nuk do kishin do gjithë se kush i shef intereset e tyre më aty s'ka asnjë njeri me moral me integritet më. Prandaj po them, aty gjithse kush është pragmatist, shef interesin, mirë më pafshë dhe faktikisht politika më rreth interesit. Ti thua kanë bërë pazar ata. Po pazar është, më por Belinda të gjithë mas Ramës, kush? Po pyet. Sa i shkon mbas Erionit më burra? Ishte një numri 2 i partisë? Shko për ti, po. Ai ishte njeriu më i rëndësishëm pas. Shumë i rëndësishëm. Sa i shkon Erionit? Kush i ngeli? As të shtëpisë vetë si ngelen. Në këtë kontekst të gjithë tyre zhvillimeve dhe që presim se ne vetëm pak ato përplasjet e pakta të zotit Dumani me zotin Berisha apo me Partinë Demokratike, për të diskutuar pak edhe për të një këndvështrim, duket edhe për të kaluar një, se vetëm 43 minuta, po e bëjmë një orë emision edhe po shkëputemi pastaj. Një përshkrim çfarë do ndodhi në PD, duket sikur ka nisur zërat e parë për një kryengritje, vetë kryetari, po më tani ne do ta diskutojmë se po e bën ashtu. Jo, bëra për kryengritjen. Po kryengritje në këtë kontekst e them unë se
Fisnik Qosja ka edhe një foto ku ka bërë bashkë Belind Këlliçin me Saljanin, kanë dalë disa zëra cilët kanë thënë që PD-ja duhet të reflektoj, duhet të bëjmë analizën edhe brenda vetes, Rama na i ka fajin, po gabimet e Berishës, mini zëra. Shikoni kryengritje të mundshme ose një aleancë mes të rinjve për të nxjerrë Berishën jashtë loje, po e them kështu. Unë besoj se nuk ka aleanca brenda çdo lloj partie ka. Pra ka se duhet të thënë kjo. Ka segment, çdo parti ka segmente saj e cila lufton kryesisht për të marrë poste sa më të rëndësishme brenda PD-s për të rritur pozitat e tyre brenda partisë njërë se mundësi tjetër nuk kanë ata. Lufta e brendshme është shumë e ashpër, po më ashpër është kthej nga krau kundërshtar si për shkak të pushtetit që her pas here Rama të rej që lëshon apo delegon apo ua merr prap. Në PD ne e dim shumë mirë se e pam kur ndodhi çarja e parë se si ikën të gjithë si zogjtë e korbit, sa të një të nënës, një të njerëkës, por nuk ka rëndësi. Pra lufta ka brenda partijake është parë në gjitha dimensionet. Edhe kur ndodhi çarja e parë, më fal, betejat kanë qenë. Lufta u fitua nga Berisha, me kosto, pa kosto. Qoftë për drejtësinë, qoftë për politikën vetvetet opozitën. Nuk ka rëndësi. Betejat nisën dhe luftën e përfundoi Berisha me, si thuash, me të gjithë kundërshtarët e tij, momentalisht pak nësës. Nuk po themi, po luftën e ka të përfunduar dhe kjo e ka garantuar atit veton për të qenë aty ku është. Dhe për sa kohë është Berisha, të gjithë të tjerët janë zoj që ka karisin kot, se nëse do kishte pas guxim i brendshëm partja, do kishte nisur betejë që pas humbjes së 11 majit, të gjithë do ishin vënë nga pas, për sa kohë të gjithë ulën bishtin dhe pranuan që si Berisha s'ka dhe neni për cilën zoti Berisha duhet ishte me njerë pas me 12 maj i shkarkuar nga funksionet e tij. Neni Basha që i quanin. Po pra, i shkarkuar nga gjitha funksionet e tij si kryetar partije, nuk funksionoi, atëherë të gjithë kanë bërë betejat e tyre brenda partisë, por ama luftën e kanë humbur. Për sa kohë Berisha është aty, kjo pjesa tjetër më duket si retorik, qoftë për treguar se ka një debat brendshëm apo demokraci të brendshme partijake brenda Partisë Demokratike dhe kaq, asgjë më tepër. Edhe unë fakt ndaj njëjtin mendim në kontekstin që Berisha nuk u rikthye për t'u larguar, edhe pavarësisht se ata do duan të japin mesazhe, Berisha nuk ndjet fare i shqetësuar. Mendoj vetëm shqetësim që lidhet me Berishën është dosjet e tij në SPAK. Nuk ka asnjë shqetësim tjetër se asnjë prej atyre që është aty mund t'i marri partinë ose edhe ata nuk e kanë stofin. Ai e kam thënë shpeshherë Anëri edhe kur nisi beteja e parë që ndodhi, thash Berisha i një shumicë, i ka pas vënë ministra ose ministra. I di deri ku do shkojë gjithë secili. Dhe nuk ka shanse që ai mos ta ketë portretizuar gjithë panoramën. Duke i njohur e ke dhe të ditur se ku do shko, se ai ka parë nga lart poshtë. Në këtë kontekst, pavarësisht se zoti Xhaferi, zoti Këlliçi, zoti Saljani mundohen të japin mesazhe simbolike apo edhe kryetar degës cilët shfaqin mbështetjen ndaj tyre. Xhaferin që ishte para sa ditësh që po të njëjtin gjë tha edhe prap. Dhe ai që ishte po e kryqëzuan në rrjetet sociale gjithë grupi i zjarrit, të kupton. Dhe në këtë kontekst, Sani, unë mendoj edhe një gjë tjetër. Në fund ditës, Berisha atë ka partinë e vet. Dhe për sa kohë ai ka imponuar rregullat e tij, ti nuk mund të thuash na brenda asaj shtëpie që e ke pranuar vetë, e ke mbështetur vetë që të bëhet e tillë, ti thuash largohu, se nuk largohet. Problemi është se ne po i themi largohu për rregullat që ka vendosur Berisha, se nuk i kemi vendosur ne rregullat dhe po i themi zbato rregullat tona. Po ai, domethënë dhe nuk është kjo që po i kërkojmë, largohu se ti ke vendosur rregulla. Largohu në thelb sepse ti nuk po prodhon asnjë gjë.
Rezultat, jam shumë dakord. Po të shqetëria i gjithë kjo ditën. ishte, jo, këtë mund ta themi ne. Po ti shifshe shqiptarët. Shko, neve mund ta themi Andri, se ne jemi pa në kontekstin që ne kemi mbajtur qëndrimet tona. Po them njerëzit cilët edhe pse kanë ditur kur ne ju theni që s'kishte për të fituar, janë aty brenda sot dhe kanë dalë fal mekanizmave të tij, se sot aty 2 deputet janë cilët mund të kenë drejt të kërkojnë Berishës favore. Kuptimin e një Pozitesh. është Gjingjoni dhe Arjan Doj, të dy nga sistemi i mparshëm i drejtësisë, si vjen kjo punë, e kupton, është ironike. Kështu që nuk mendoj që ka njeri tjetër që mund të kërkoj, po në këtë kontekst. Kështu që e shikoj këtë pjesë dhe më ngacmove pak ajo që ti me të vënë, sot i ka thënë Berisha ministrit financave do të marri me vete, i tha edhe Belinda, se të gjithë je i Belindës. Edhe ashtu është, nuk është është një. Edhe Piron që e sulmoj për atë, e sulmoj. Nuk është se sulmoj. Kështu që në këtë kontekst është e gjitha, besoj që po, më rregull. Se ndoshta do kemi një zhvillim tjetër me Dumanin edhe do doja në fakt të dashur miq të falenderoj secilin për ju që na ndjek live, që komenton, jep mendimin e vet dhe bën subscribe dhe regjistrohet në kanalin ton. Shpërndajeni kudo që flitet shqip, shpërndajeni kudo që ka shqiptar në diaspor, regjistroni në kanalin ton, ndiqni emisionet që ne zhvillojmë këtu pa emër dhe sinjal, dhe do të mundohemi të bëjmë maksimumin për të sjellë mendime të cilat ju mund t'i analizoni vetë dhe mund të vendosni vetë në fund të ditës, por ne thjesht pasqyrojmë atë se çfarë ndodh në realitetin politik, por edhe në ngjarjet sociale në Shqipëri. Mos u largoni nga antena, rikthehemi pas pak mbi zhvillime më të fundit.